Mirë mbrëma të nderuar shikues të televizionit 7, është ky edicioni i lajmeve orës 19:30 në Fokus dhe këto janë disa nga ngjarjet që kanë shënuar këtë ditë. Me urdhër të prokurorisë themelore në Prizren janë arrestuar 109 komisioner të dyshuar për vjedhje të votave. Pretendohet se manipuluan rreth 70.000 vota. Kryeprokurori i Prizrenit dha detaje në një konferencë. Në mesin e të arrestuarve që dyshohen për manipulim në zgjedhje, janë edhe djemtë e kandidatëve për deputet Nait Hasani e Rasim Demiri në pranga dhe nipi kampionit të votave Minos Fetap Paqarizi. Gjykata speciale mbajti ligjërat për nxënësit e shkollës Gjevdedota në Prishtinë. Kryetari Përparim Rama tha se do merren masa ndëshkuese ndaj personit që dha leje veteranët të lypin në shkarkime. Antarësimi i Kosovës në Bordin e Paqes kërkon ratifikim në kuvend me mbështetjen e 2/3 të deputetëve, por ky institucion aktualisht nuk është i konstituuar shkaku i vonesave të certifikimit të rezultateve. Edhe kompania rajonale mirëmbajtjes pastrimi ka arritur çmimet për shërbime, qytetarët e bizneset ankohen dhe quajnë të papërballueshëm çmimin. Një vendim i zgjuar sot, një jetë më e mirë nesër, zgjedh të ardhmen të sigurt. Lagja Qëndri Sari, Prishtinë. Këtë edicion informative nisi me një aksion të madh me urdhër të prokurorisë themelore në Prizren që ka rezultuar me arrestimin e 109 komisionerëve të dyshuar për vjedhje të votave në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Siç ka bërë me dije institucioni që dha urdhërin, të njëjtit të dyshohet se manipuluan e ndryshuan diku rreth 70.000 vota, duke shtrembruar rezultatin final të kandidatëve për deputet. Kur më shumë automjete zyrtar policor nuk ka pasur në stacionin e policisë në Prizren. Të gjitha zyret e këtij objekti u mbushën me të dyshuar për vjedhjet e votave në zgjedhjet e fundit në Kosovë. Që nga ora 8 të mëngjesit të së premtes, hetuesit policor intervistuan 121 komisioner. Proces verbalet e tyre mezi transferuan nga një objekt në tjetrin. Kur procesi intervistimit përfundoi, filloi edhe mobilizimi i policisë për transportimin e të dyshuarve në qendrat e ndalimit. Pas më shumë se 5 orësh intervistim, policia e Kosovës po përgatitet që t'i transportoj komisionerët të dyshuar për manipulim të votave. Jashtë rrethojave të stacionit policor, qëndronin të shqetësuar familjarët të dyshuarve. Derisa brenda u bënin përgatitjet e fundit, jashtë zyrtarët policor po i rregullonin disa vetura që ndoshta kallkohë që nuk janë ndezur. Të tjera që nuk patën angazhimin në këtë drejtim, lanë punën e morën rolin e spektatorit. Në atë veturën që u rregullua në të tjera që presin nga mëngjesi, filloi akomodimi të dyshuarve. Rreth 10 minuta u mori kohë zyrtarëve policor derisa i sistemuan 10 prej tyre. Pas përfundimit të këtij aksioni, kryeprokurori i Prizrenit dha detaje rreth këtij operacioni që u nis me urdhër të tij. Është vetëm një vendvotim, pra vetëm një klasë që ka dalur e pakeqpërdorur, që është 0. Dhe maksimalja thash që është mbi 2400 vota. Për ta pasur edhe më qartë, po flasim për komunën e Prizrenit që janë shtuar hiç më pak se 40.497 vota. Dhe janë hequr hiç më pak se 27.520 vota. Pra diferenca totale e keqpërdorimeve është 68.017 vota. Deri në këto momente, kryeprokurori Kryeziu njoftoi se janë hetuar komisionerët, por që nuk e përjashton mundësinë për hetime edhe ndaj kandidatëve për deputet. Deri në këtë fazë nuk kemi ndonjë informacion që e involvon drejt për drejt ndonjë kandidat në ndërhyrje. Mirë po, unë besoj që edhe kandidatët do të dëgjohen edhe në prokurori, në rast se nuk do të arrijmë të sigurojmë prova në cilësi të dyshuarve. Padyshim që ne kemi dëgjuar edhe deklaratat e tyre mediale, shumë prej tyre, pa përjashtim subjekteve politike, që ata njihen edhe të dëmtuar për shkak të imazhit. Operacioni 23 janarit të 2025 do të mbahet mend si një nga më të mëdhat në historinë e Republikës së Kosovës. Ky ka qenë një prej operacioneve ndoshta më të mëdha që ka realizuar policia e Kosovës. Ne jemi përgatitur, jemi mobilizuar në koordinim me prokurorinë edhe drejtorinë rajonale dhe si shifët ja kemi arritë qëllimit të parandalojmë dhe të arrestojmë personat të cilët kanë keqpërdoruar me vota. Për të gjithë të ndaluarit, u tha se janë garantuar kushtet akomodimit në qendrat e ndalimit. Është gjetë hapësirë mjaftueshme dhe të gjithë ata
do të sistemohen siç janë parapo me procedurën penale për rastet të tilla. Ky rast jeni gjithë të njoftuar ka filluar ex officio me iniciativën e kryeprokurorit me krimet ekonomike bashkëpunim me ne. Në konferencë u bë me dije gjithashtu se 5 komisionerë janë liruar pas intervistimit si të pafajshëm, teksa 7 të tjerë janë në kërkim pasi nuk janë paraqitur në stacion policor këtë premte. Në mesin e të arrestuarve nga ky aksioni i policisë e prokurorisë në Prizren janë edhe familjar të kandidatëve për deputet. Në pranga përfundoi nipi i Feta Paçarizit, kandidati i PDK-s që ju zbritën më së shumti vota, djali Najit Hasanit dhe djali Rasim Demirit. Jam në Parlamentin e Kosovës. Për këtë dëshirë, Faton Paçarizi, kandidati i PDK-s për deputet, nuk la metodë pa provuar. Edhe pse publikisht i bindur se përkraja ishte solide, rezultatet e zgjedhjeve të 28 dhjetorit treguan një realitet tjetër. Pas rinumrimit, Paçarizi rezulton i pari, por me një rekord të veçantë, minus 6.752 vota deri të premten. Mund befasoj më shumë ajo pritja që na kanë bërë qytetarë në çdo tubim, në çdo vend ku kemi qenë, qoftë në takime individuale, qoftë në takime në tubime me masën, dhe më ka bërë përshtypje pritja e tyre jashtëzakonisht e mirë. Ndima për të cilën Paçarizi fliste hapur në emisionin Frontal, duket se mori kuptim tjetër më vonë. Një aksion i gjeri policisë dhe prokurorisë në Prizren çoi në pranga Granit Paçarizin, djalin e vëllait të kandidatit, në ndyshimet për presion dhe rishfet në zgjedhjet e fundit. Përveç arrestimit të Granit Paçarizit, në pranga ka rënë edhe një antar tjetër i kësaj familje, Ideal Paçarizi. Nga i njëjti aksion në mesin e të ndaluarve ishte edhe Art Hasani, djali i kandidatit të PDK-s, Najit Hasani. Edhe këtu matematika zgjedhore flet vet, pasi sipas matjeve të fundit nga KQZ, Hasanit ju zhdukën 3.336 vota. Lista nuk mbaron me kaq. Për tjetërsym të votave në favor të babait të tij, në duart e policisë ra edhe djali Rasim Demirit, përfaqësuesi i koalicionit Vakat. Demiri reagoi gjatë ditës duke thënë se nuk është arrestuar, por që është në proces. Në mesin e shumë të arrestuarve figuron edhe një komisioner i Partisë Bosnjake, NDS, për të cilin reagoi Emilia Regjipi, duke thënë se ky është sulm i qëllimshëm kundër saj. Avokati mbrojtës i kësaj pale e cilëson arrestimin si të jashtëligjshëm dhe këmbgul se nuk ekziston asnjë provë që lidh të dyshuarin me manipulimin e votave. Të shtatë ka provuar të kontaktojë me kandidatët për deputet, të cilëve gjatë numërimit u janë shtuar votat, por ata nuk kanë pranuar. Njëjtë ka vepruar edhe Paçarizi. Faleminderit ju shumë për mundësinë. Aq i madh ishte numri të arrestuarve sa që është raportuar se nuk ka vend për ta në qendrat korrektuese, por shërbimi korrektues i Kosovës ka reaguar dhe ka munguar këtë gjë. Pas informacioneve që po qarkullojnë në disa media lidhur me mungesën e kapaciteteve në institucionet korrektuese, njoftojmë opinionin publik se në këto institucione të Kosovës aktualisht janë në mbajtje gjithsej 1758 të burgosur. Shërbimi korrektues i Kosovës ka kapacitetit e lira rreth 800 shtretër, prandaj pretendimet për mungesë kapacitetesh nuk qëndrojnë. Institucionet korrektuese kanë hapësirat mjaftueshme për pranimin e rasteve të reja, thuhet në njoftimin e SHKK-s. Shërbimi korrektues dhe policia e vendit kanë marrëveshje mirëkuptimi për bashkëveprim institucional, në kuadër të së cilës varësisht nga situatat e krijuara mund të shfrytëzohen përkohësisht objektet e njëra tjetrës. Në anën tjetër, rinumrimi po vazhdon në gjysmën e komunave, ka përfunduar e në gjysmën është në proces. Gjertani, kur ka përfunduar rinumrimi mbi 50% të votave, më i dëmtuari po rezulton kandidati për deputet nga PDK Arjan Tahiri. Me vëmendje të shtuar, po e përcjell regjistrimin e votave të kandidatëve në sistem. Një lloj vëzhguesit po qëndrojnë të vëmendshëm edhe në tavolina tjera për numrim që u shtuan tek hapësirat ku verifikoheshin listat e votuesve. Edhe këtë premte në qendrën e numrimit dhe rezultateve po vazhdon procesi i rinumrimit të votave me intensitet. Nga mbi 50% e votave të rinumruara deri më tani në lëvizjen vetëvendosje rezulton se Alban Bajramit e Hajrullah Çekut ju shtuan mbi 200 vota. Në Partinë Demokratike më së shumti vota ju vëdhen Arjan Tahirit me rreth 900 vota të shtuara nga rinumrimi, i pasuar nga Uran Ismaili me mbi 700 vota e përparim Gruda me mbi 500 sosh.
Gati 400 vota ju shtua në rinumrim edhe Paris Guri të Lidhjes Demokratike, teksa djalit të Ibrahim Rrugovës, dikush ja kishte hequr mbi 200 vota. Më së paku ju shtuan kandidatëve të AAK-s, ku Prina Gemçeku me rreth 70 vota, i pasuar nga Lahi Ibrahimaj me gati 50 më shumë. Krejt këto rezultate vijnë nga rinumrimi që përfundoi në 19 komuna e po vazhdon edhe në 19 tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke u përpjekur maksimalisht që të përmbyll në një kohë sa më të shpejtë rinumërimin e të gjithave të votimeve të mbetura në mënyrë që të procedojë me shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Subjektet politike dhe kandidatët më pas do të mund të parashtrojnë ankesat e tyre në PZAP dhe Gjykatën Supreme. Procesi i rinumërimit ka zvaritur certifikimin e rezultateve, rrjedhimisht edhe procesin e konstituimit të Kuvendit. Legjislatura e re e Kuvendit tashmë është bërë edhe më e nevojshme, pasi aty duhet të ratifikohet përfshirja e Kosovës që u bë dje në Bordin e Paqes. Për këtë do duhen 2/3 e votave të deputetëve. Një ditë më parë nënshkroi zyrtarisht antarësimin e Kosovës në Bordin e Paqes. Për krah homologut amerikan, presidenti Vjosa Osmani e vendosi firmën e saj në dokumentin themelues që ka 19 nënshkrime shtetësh. Për dallim nga Kosova, aty mungoi përfaqësuesi i Shqipërisë, kryeministri Edi Rama, i cili po ashtu pranoi ftesën zyrtare nga njeriu më i fuqishëm në botë, Donald Trump. Mirë po parlamenti në Tiranë, ku qeveria e tij jep llogari, miratoi unanimisht antarësimin e Shqipërisë me asnjë vot kundër e asnjë abstenim. Momentalisht në Kosovë është e pamundur që ligjvënësit të mblidhen për shkak të mos certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, por me të konstituar Kuvendi i Kosovës, deputetët e betuar do të duhet që ta ratifikojnë atë me 2/3 e votave. Padyshim se kjo marrëveshje duhet ratifikohet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, pasi që e njëjta hyn në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare për promovimin dhe mbrojtjen e paqes dhe sigurisë. Marrëveshje të cilat sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës duhet me patjetër që të ratifikohen me 2/3 e votave në Kuvendin e Republikës. Pas antarësimit, kjo marrëveshje u përkrah nga subjektet politike dhe askush nuk deklaroi se do të votojë kundër. Mirë po një refuzim, presidentit amerikan i erdhi nga Madridi i Spanjës, konkretisht nga kryeministri Pedro Sanchez. Qeveria spanjolle ka vendosur të mos marrë pjesë në Bordin e Paqes. Ju falenderojmë për ftesën, por e refuzojmë propozimin për pjesëmarrje nga administrata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këtë bëjmë kryesisht për arsye koherence. Është qartë se iniciativa është jashtë kornizës së Kombeve të Bashkuara dhe nuk e ka përfshirë autoritetin palestinez. Për dallim nga ky, Trump nuk u arsyetua kur tërhoqi ftesën zyrtare për antarësim ndaj Kanadas. Me Bordin e Paqes nuk është marrë, por kryeministri në detyrë Albin Kurti po mban fjalime në Forumin Ekonomik Botror në Davos. Në një të tillë, ai qeverisjen e tij e ka portretizuar me fjalor filozofik, duke gjetur tipare të trajtuara nga disa filozofë të shquar e duke ia mbeshur ato ekzekutivit të tij. Ka 3 ditë që udhthoi nga Kosova drejt Davosit në Zvicër. Atje kryeministri në detyrë i shtetit shkoi për të marrë pjesë në Forumin Ekonomik Botror në mesin e liderëve politik nga mbar bota. Të premten ai përmes një konference të organizuar në kuadër të forumit foli për strategjitë e qeverisjes së tij, të cilat i konsideroi filozofike. From a social factor, Në qeverisjen tonë kombinuan drejtësinë normative kantiane, morali si burimi i veprimit me utilitarizmin e John Stuart Mill, lumturi maksimale për shumicën, duke integruar këto në vendimarrje dhe marrëdhënie me njerëzit. Për zyrtarët shtetëror ndoqëm etikën e virtytit të Aristotelit, duke theksuar rëndësinë e udhëheqësve të virtytshëm në pozita kyçe, por gjithmonë të lidhur me popullin. Kurti theksoi se ndonse Kosova nuk është shtet i madh, mirë po afër ka një armik, andaj ka nevojë për njerëzit më të mirë në krye. Nevojiten vërtet njerëz në udhëheqje me shumë cilësi, jo 2 apo 3, por më tepër se një duzinë, sepse jemi një vend relativisht i vogël me një armik të madh e të panjohur, dhe kemi nevojë për njerëzit më të mirë në krye, por pa harruar kurrë se këta njerëz më të mirë në fakt vijnë nga populli. Kurti ka theksuar se kjo qasje trekëndshe është përdorur për të udhëhequr marrëdhëniet me qytetarët dhe menaxhimin e burimeve njerëzore, duke e bërë politikën më të lidhur me popullin dhe më të orientuar drejt rezultateve praktike dhe morale.
Ndërkaq që Bashkimi Evropian ka lëshuar një komunikat për takimet e sejntës në Bruksel të dialogut Kosovë-Serbi të nivelit teknik mes krye negociatorit të Kosovës Besnik Bislimi, ati të Serbis Petar Petković si dhe emisarit të BE-s Peter Sorensen. BE-a e potencoi se për herë të parë në një format trepalësh me 22 janar 2026, krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë së bashku me përfaqësuesin special të BE-s u mblodhëm për të diskutuar për Komisionin e Përbashkët për Personat e Zhdukur. Në përputhje me termat e referencës të akorduara, Komisioni i Përbashkët do mbështes përpjekjet e grupit punues për personat e zhdukur të kryesuar nga ICRC, duke lehtësuar aktivitetet zbatuese të palëve, zgjidhjen e çdo mosmarrëveshjeje dhe duke shqyrtuar progresin, ka thënë BE. Kurse Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut ka konfirmuar pranimin e padis të iniciuar nga Shala kundër Austrisë dhe 26 shteteve të tjera anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas njoftimit zyrtar të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, padia është regjistruar me 14 nëntor 2025, ndërsa Gjykata ka pranuar edhe korrespondencën shtesë të datës 11 dhjetor 2025. Në letër thuhet se gjykata do e trajtojë rastin sa më shpejt që të jetë mundur, bazuar në informacionet dhe dokumentet e dorëzuara. Procedura do zhvillohen kryesisht në formë të shkruar dhe paraqitja fizike e palëve do kërkohet vetëm nëse gjykata e vlerëson të nevojshme. Gjykata paralajmëron se mosreagimi ndaj kërkesave eventuale për informata shtesë mund të çojë në largimin e çështjes nga lista rasteve në shqyrtim. E pikërisht, gjykata speciale dje ka mbajtur një ligjërat në shkollën Gjevde Doda të kryeqytetit. Kjo nxiti shumë reagime të cilat kërkuan edhe veprime, se do të ketë masa, paralajmëroi kryetari i Prishtinës Përparim Rama, derisa nga veteranët u kërkua edhe shkarkime. Asnjëri drejtim s'lidhet me dresin. Po një ditë më parë, nxënësit e shkollës Gjevde Doda në Prishtinë dëgjuan ligjërat për gjykatën speciale të Hagës. Madje patën edhe pyetësor në të cilin përgjigjja e njërit nga të miturit mori vëmendje. E kjo ligjërat nga gjykata që s'po tregon drejtësi për rishtueshtarët e UÇK-s u zhvillua pa dijenin e drejtorisë së arsimit në Prishtinë. Kësaj i pari i kryeqytetit po paralajmëron masën dëshkuese për çdo që dha leje. Nuk ka pas as leje, as koordinim me askënd, as prej drejtorisë, domethënë as me kabinetin tim. Prandaj ne kemi vendosur me ndërmarr masa të menjëhershme. Kam diskutuar me njëherë me drejtorin, me Samirin, edhe kemi ndërmarr masa të menjëhershme, pra kushdo që e ka mundsu një gjë të tillë pa marrë leje, pa koordinim, normal që do të ketë edhe veprime të bashkëpunsje ndaj tyre. Pikërisht për këtë çështje nga drejtoria e arsimit në shkollë është dërguar një komision. Vetë se kemi një ekip të drejtorisë arsimit që ka shkuar në shkollë dhe aktualisht është duke marrë informata të plota, duke parë dokumentacionin dhe gjithçka tjetër që ka quar të një aktivitet i tillë. Kjo ligjërat po kritikohet edhe nga Këshilli i Prindërve të Prishtinës. Ne kërkojmë nga drejtoria e arsimit, nga drejtorët në përgjithësi, që organizata të tilla të cilat vinë me ligjëruar me forma të ndryshme, ligjërime të ndryshme, të kemë kujdes edhe drejtorët, edhe shkollat, edhe drejtoria e arsimit. Të shqetësuar po, por organizata e veteranëve të luftës po kërkojnë shkarkimin e atij që i dha leje speciales. Fillimisht kërkojmë përgjegjësi, do të thotë nga gjitha ato institucione të fillu prej drejtorit shkollës e pastaj DKA ose kushdo qoftë ai, me dhonë e llogari edhe ata njerëz do të më shkuën shtëpi, sepse këtu ne shohim si të qëllimshme edhe shohim se kjo nuk është bërë me transparencë. Përkundër kritikave që mori në një përgjigje për të shtatë nga gjykata speciale, thanë që të premtën s'u mbajt asnjë aktivitet i tillë. Një ditë më parë nga shkolla Gjevde Doda njoftuan që vendimin për mbajtjen e kësaj ligjërate edhe Këshilli drejtues i shkollës. Të shtatë ka tentuar të marrë një qëndrim edhe nga organizata Iniciativa Rinore për të drejtat e njeriut, e cila mbajti këtë ligjërat, por nuk ishin të qasshëm. Të njëjtit përmes një reagimi kanë bërë të ditur se aktivitetet të tilla organizohen nga 2018. Këto ligjërata që nxitën shumë reagime dhe për këto u sqarua të premtën specialja. Gjykata duke potencuar se nuk e përfaqëson as prokurorinë as mbrojtjen, tha se nëpër këto ligjërata nuk ka përmbajtje politike apo ideologjike. Që nga viti 2018 me mbështetje në bujarët të Zvicrës, ekipi i programit për komunikim dhe ndërgjegjësim i dhomave të specializuara të Kosovës ka zhvilluar aktivitete komunikimi dhe ndërgjegjësimi me audiencat në mbar Kosovën pothuajse çdo muaj.
Këto aktivitete të përcjelljes së informacionit kanë për qëllim të sigurojnë praninë në Kosovë, të ofrojnë informacion bazë për mandatin dhe veprimtarinë e gjykatës, të japin njerëzve në Kosovë mundësinë të shprehin pikpamjet e tyre dhe mbi gjithatu përgjigjen pyetjeve të tyre, shkruhet në komunikat. E po sot në Prishtinë është mbajtur aktiviteti arsimi në 10 vitet e ardhshme në kryeqytet, ku është diskutuar potenciali e sfidat në këtë fushë. Më shumë për vështirësitë folën nxënësit, të cilët nënvizuan mungesën e shpeshtë të kushteve. Është një ndërshtylla të kyçe të shoqërisë. E për arsimin të premten u mbajt një aktivitet në Prishtinë. I organizuar nga Komuna e Prishtinës në motën arsimi në 10 vitet e ardhshme në kryeqytet, u bën bashkë nxënës, mesimdhënës e përfaqësues nga qeverisja lokale. Se fëmijët kanë ide, por përballen me mungesë kushtësh, e thanë nga Këshilli i Nxënësve të Arsimit të Mesëm. Ne kemi ide, nevoja, po ashtu edhe detyra të ndryshme. Duke ditur që shumë prej ideve që vinë në tavolinën tonë të diskutimit mund të jenë të paritshme, por mund të jenë ide konkrete për të quar më lart, kemi mënyra të ndryshme që qysh me i realizua ato. Përveç kësaj aktivitete ndryshme që ne i bëjmë si Këshilli i Nxënës, duke nisur prej ekspozitave, prej ligjëratave vëdësuese, po ashtu edhe prej aktiviteteve të tjera që shkojnë si bashkëpunim. Nxënësi kanë Krasniqi theksoi rëndësinë e asambleve të nxënësve. Asambleja e nxënësve mendoj që është një nga organizatat ose vendet më kompetente ku me i shpreh problemet dhe problematikat të nxënësve të shkollës fillore, pra nga klasa 6-9 sidomos. Nëse po dëshirojmë të krijojmë një iri AI-in hardware, një projekt caktuar, nuk është që ka infrastrukturën e shkolla që me leju atë fëmijë, me kriju atë projekt që po dëshirojmë. I inkurajuar nga fjalët e Kaunit, u shpreh i pari i kryeqytetit Përparim Rama. Ne normal që shohim arsimin si një investim strategjik në kryeqytet, sepse vetë arsimi ndërlidhet me gjitha sferat tjera. Se nxënësit duhet të jenë në qendër të çdo vendimi arsimor, e thotë drejtori i arsimit në Prishtinë, Samir Shahini. Ka ende shumë punë për të bërë, mirë, por përgjithsisht situata sa i përket infrastrukturës është mjaft e mirë, sa i përket pajisjes në digitalizim dhe teknologji në përgjithësi është dukshëm e mirë, ndoshta se në secilën komunë tjetër. Në këtë aktivitet u ngrit si shqetësim edhe siguria e nxënësve në shkolla. Nga arsimi kalojmë në shëndetësi. Ambasadori i Kosovës në Emiratet e Bashkuara Arabe, Gjabir Hamiti, ka bërë të ditur një lajm të rëndësishëm për këtë sektor në Kosovë, duke njoftuar për investime në vlerë totale 32.5 milion euro nga shteti i Emirateve të Bashkuara Arabe. Përmes një njoftimi nga Abu Dhabi, Hamiti ka njoftuar se gjatë kësaj jave, i shoqëruar nga këshilltari Mehlin Mahmuti, është pritur nga zëvendës sekretarja Departamentit të Shëndetësisë në Abu Dhabi, Noura Al-Gauthi. Gjatë takimit ajo është informuar se në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës ka nisur përgatitjet fillestare për përzgjedhjen e lokacionit për implementimin e donacionit prej 25 milion euro të ndarë për ndërtimin e spitalit të ri të ginekologjisë në Prishtinë. E Prishtina vazhdon të ketë telashe të shumta me çështjen e mbeturinave, përveç me menaxhimin e tyre, tash është rritur edhe çmimi për shërbim. Ky shtrenjtim po përcillet me ankesa të shumta nga qytetarët, të cilët po thonë se është e papërballueshme. Shihen gati në çdo cep e tash po bëhen ushqim edhe për kafsh. Largimi i burllogut në Prishtinë është ndruar në sfidë prej muajsh. E tashmë, kompania rajonale e mirëmbajtjes pastrimi ka bërë disa ndryshime. Tashmë ka nisur zbatimi i çmimorës së re nga kompania rajonale e mirëmbajtjes pastrimi, nëpërmjet së cilës përcaktohen tarifa të reja për qytetar, po ashtu edhe për biznese. Nga kjo kompani për televizionin gjatë së premtes nuk pranuan të deklarohen. Kjo kompani ka nisur të aplikojë çmimorën e shërbimit të grumbullimit dhe transportit të mbeturinave në përputhje me rregulloren për menaxhimin e mbeturinave. E këtu do të ketë rritje të çmimeve për të gjitha kategoritë, nga qytetarët tek bizneset. Nisur nga anvisëri të rezidentit që nga 5,56 €, tash do të paguajnë 6,20 €.
për të përfunduar tek institucionet me kontratat të veçanta që do të japin 12 euro më shumë. E pagesa tashmë do të jetë mjaft problematike për qytetarët. Kjo sipas tyre shkaku i kostës së lartë të jetesës dhe të ardhurave të ulta. Nuk është mirë hiç i kanë ngritë çmimet. Për shkak standardeve, për shkak të ardhurave, përgjithësi janë të ardhurat e ulta. Edhe kosta e jetës është shumë. Ka të tillë që po e konsiderojnë si veprim shumë të gabuar. Ajo pak të natë veç po buhen tepër. Apo kupton? Jo rryma, jo hyrja banesës, jo uji, jo të në gjashtë ajtuve. Dikush po e ka problem t'ja dalë deri në fund të muajit. Shumë janë me vështirësi të ardhat janë të vogla, kosta për mbajtjen e familjes gjanat ushqimore, ujë, brët, logo. Çdo sa në shtrajtu ushqimi, rryma, ujë, mbetorinat, çdo sa në shtrajtu zi që shpo më ja dalin këta qytetarë. Bizneset prapa kamerave për televizionin u ankuan dhe cisuan si vendim që do t'i dëmtoj financiarisht. E opozita në Prishtinë thot se kjo kompani ka më shumë nevojë për punë efikase dhe jo për rritje të çmimeve. Pastrimi ka nevojë për më shumë punë efikase, jo për ngritje të çmimeve, sepse as nuk është ngritje çmimi i natës, as materialeve tjera, por më tepër as këmbë dëpy nuk ka ngritje çmime. Në Prishtinë, gjatë muajve të fundit ka pasur probleme me grumbullimin e mbetorinave, ku qytetarët kanë shprehur vazhdimisht ankesa. Dhe me këtë lajm po e mbyllim këtë edicion informativ të kësaj të premteje, duke ju kujtuar që mënyrë pas pak në edicionin më të ri të emisionit Euro 7 dhe gjatë gjithë kohës Gazetën Ekspres për të informuar. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.